nga Leonard Koja në Window Radio.de. Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Përshëndetje për të gjithë, mirë se takohemi së bashku në puntatën e radhës Horizont, sot ditë e premte, data 5 qershor 2026, dhe ne jemi së bashku sërish në Horizont si çdo të enjte të premte dhe të shtunë në orën 21, pra në orën 9 të darkës. Uroj që të jeni të gjithë mirë dhe të keni filluar këtë fundjavë sa më të mbarë, sa më të sukseshme dhe të jetë një fundjavë sa më bukur për të gjithë ju. Unë jam Leonardi, si gjithmonë në emisionin Horizont live nga studio qendrore në Gjermani. Sonde kemi një emision të veçantë, është vërtet e veçantë sepse veçantë është edhe situata që po ndodh në Shqipëri, është ajo situatë që ne vazhdimisht e kemi thënë në çdo emision tonin, apo në çdo mundësi që ne kemi patur të komunikojmë me njëri tjetrin, kemi thënë çfarë po ndodh në Shqipëri, pse nuk reagojnë shqiptarët, dhe fatmirësisht shqiptarët po reagojnë dhe është dita e 5 apo e 6 e protestës dhe atje vetëm shtohet protesta, pra nuk ka zvogëlim dhe ne do flasim pikërisht për protestën, për si lindi protesta, si u ngjall kjo frymë dhe kush është shpresa e kësaj proteste. Ne sonde kemi zgjell një aktiviste e cila është jo thjesht një aktiviste në këtë protestë, por është aktiviste gjatë gjithë formimit të saj, gjatë gjithë rrugtimit të saj në çdo problematikë apo në çdo gjë që në vendin tonë, në Shqipërinë tonë ka ndodhur nga politika apo që është përpjek politika të tjetërsoj frymën shqiptare. Para se unë të shkoj tek e ftuara, pra që ju e dini të gjithë dhe edhe keni reaguar në rrjetet e mia sociale, por unë do të bëj si gjithmonë atë prezantimin për të gjithë miqtë e ri se ku mund të ndjekin Window Radio. Window Radio pra ndiqet në website-in zyrtar të saj, windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni informacionin, lajmin e fundit, por mund të dëgjoni edhe emisionin e sondëm live, si dhe muzikë 24 në 7, që DJ Bledi, pra DJ Radios përzgjell për të gjithë ju. Po ashtu ne jemi edhe në platformat ndërkombëtare, në TuneIn, Radio Box, MindTuner, Radio.net, Radio.it, pra janë një pafundësi platformash, pra që janë platformat më kryesore të radiove në botë, janë rreth 20 platforma që ju mund të ndiqni Window Radio, mjafton që të kërkoni windowradio.de dhe ne jemi aty pothuajse në gjitha platformat. Jemi edhe në platformën e Radio Shqip, ku janë pothuajse të gjitha radiot kryesore shqiptare, qoftë të Shqipërisë, qoftë të Kosovës. Po ashtu mund të kërkoni në Google Search windowradio.de live dhe edhe aty mund të ndiqni emisionin përmes Google-it. Është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de, ku ju këtu mund të komentoni apo mund të bëni ndonjë pyetje për të ftuarën apo për çfarë ju mendoni, pra që dhe ne në varësi të kohës mund të përzgjellim nëse do ketë ndonjë pyetje interesante. Për të gjithë ata që do kenë dëshira për s'kan mundësi të ndjekin emisionin në plot, emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnate ose në orën 21 në orën e Amerikës dhe të Kanadas. Po ashtu emisioni do jetë në YouTube në faqen zyrtare Window Radio.de. Për të gjithë miqt, kërkoj që t'i bëjnë një shpërndarje faqes së Facebookut të radios, qoftë në Facebookun tuaj apo në grupe ku jeni të antarësuar që të na shtohen sa më shumë shqiptarë dhe të jetemi sa më shumë njëri me tjetrin, sepse siç e themi vazhdimisht, Window Radio është vetëm e juaja. Ne si staf përpiqemi të jemi shërbëtorët tuaj dhe të përpiqemi të jemi shërbëtorë të dënj për ju. Dhe çdo shqiptar që ka diçka për të thënë, ka një histori për të treguar apo ka diçka për të promovuar, apo ku diun pra për çfarë dikush ka dëshirë për të komunikuar me shqiptarët, Window Radio do jetë gjithmonë e hapur, vetëm na shkruani në rrjetet tona sociale apo në numrat tonë të telefonit, qoftë në rrjetet e mia apo dhe të moderatorëve të tjerë. Atëherë miq, që unë mos ta zgjas, unë do ftoj të ftuar që ne kemi sonde dhe edhe pse mund të ketë zhurmë, ftuar është direkt live nga protesta dhe pra ne
jemi minjos pa fund asaj që gjen kohë dhe na jep kohë dhe ne një media në diasporë të komunikojmë me ne, të tregoj se si po shon protesta, se kush është shpresa e kësaj proteste dhe si lindi fryma e kësaj proteste. Pra ne sonde kemi Edisona Abedinin. Edisona, mirë mbrëma dhe faleminderit. Mirë mbrëma, Leonard. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ne të jemi shumë mirënjohës, duke patur parasysh ngarkesën dhe gjitha lëvizjet që janë aty në Shqipëri, protestat, dhe ju jeni me ne sonde, dhe si është protesta sonde, Edisona? Sot, ashtu siç edhe mund ta dëgjoni në sfond, jemi në protesta vazhdon. Jemi në ditën e 6. Protesta ka filluar që në datën 31, që qelloi ishte ditë e diel, jemi sot në ditën e 6, ditën e premte, dhe nuk ka ndërmend të ndaloj. Kjo është mbi të gjitha, faleminderit ju që po bëni të mundur transmetimin e kësaj proteste live për të gjithë shqiptarët që ndodhen jashtë kufive. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse media shqiptare nuk po e bën punën e saj. Media shqiptare në të gjitha ditët e para ka bojkotuar protestën, duke mos shfaqur dhe duke mos dhënë atë që po ndodhte. Protesta u bë publike dhe u shpërnda vetëm në sajt vetë protestuesve. Dhe kush janë këto protestues? Rinia. Rinia ishte ajo që mbushi rrugën që ne ditën e parë që kishim lënë që bëm njoftimin për protest. Njoftimi i parë u bë për të mbledhur tek drejtoria e policisë në Tiranë, sepse erdhi direkt si pasojë e dhunës që të gjithë qytetarët panë nëpër media, që dhunën që ndodhi në Nart dhe Zvërnec. Në atë vend ku qeveria bashkë me qeveria kishte quar policët e saj, dhe ndërkohë disa njerëz me maska që nuk ishin as pjesë e shtetit, as pjesë e policisë, as pjesë e popullit, sulmuan protestuesit që kishin shkuar për të pyetur dhe për të kërkuar pse ishin vendosur ato tela aty, pse ishte rrethuar ajo tokë, ajo pronë publike, pronë e të gjithë shqiptarëve. Dhe direkt dhunës që këta persona të veshur me maska, me uniforma të zeza, kryen ndaj protestuesve që në të vërtetë ishin pronarët e tokave, që ishin aty prezent për të kërkuar çfarë po ndodhte. Ajo dhunë u pasqyrua në për të gjitha mediat, le të themi jo mediat, por në të gjitha portalet sociale, dhe reagimi që i menjëhershëm, fiks mbas 24 orësh. Po më shkruajnë dhe më kanë shkruar shumë njerëz dhe po më shkruajnë disa miq nga këtu në Gjermani që më thonë, wow, Leonard thotë që ka diçka ndryshe të ndjekësh edhe protestën kështu në mënyrë audio pra në radio. Është fantastike, shumë faleminderit. Duke patur parasysh që keni kohë, pra që jeni një aktiviste si thosh në tërësinë e ditëve tuaja apo të përditshmërisë tuaj, pra në shumë ngjarje, në shumë problematika, dhe ne vazhdimisht kemi thënë çfarë po ndodh me shqiptarët që nuk po ngrihen shqiptarët. Dhe duke patur parasysh eksperiencën e aktivizmit tuaj, thjesht kjo u desh ky tem me gjëmba në Zvërnec, apo ishte pra si lindi kaq fuqishëm, dhe duke patur parasysh që në ditën e 6 dhe protesta vetëm shtohet? Pikërisht ashtu siç dhe ju sapo e cilësuat, ajo nuk ishte një protestë që lindi atë ditë. Është një mlef dhe është një lodhje, një sterlodhje e popullit shqiptar, e çdo shtrese, përveç oligarkëve dhe politikanëve. Të gjithë ne jemi super të lodhur. Rasti i Nartës është rasti i fundit. Vetëm një javë përpara Nartës, Rjolli ishte viktima, ishte vendi, ishte sheshi ku filloi lufta midis qytetarëve, vendasve, pronarëve të tokës dhe policisë së shtetit. Filloi aty, kjo ishte arsyeja.
Dhe kjo vet Riolli prap nuk ishte le të themi rasti i fundit, sepse para Riollit ishte Thethi, para Thethit ishte para Butrintit ishte Apollonia, para Apollonis ka të tjerë, ishte teatri, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Por pikërisht pra, dhe duke qenë se qytetarët vetë nuk patën mundësi të ndërhynin tek masakra që po bëhen në Rjoll, atëherë kjo le të themi skena që ndodhi në Vlorë ishte ajo pika që deri të gjithë gotën le të themi, që u mbush kupa dhe zbrazi njerëzit në rrugë. Kjo është, domethënë ne kemi kohë, ne kemi nëse nuk është vetëm një muaj, një vit, po janë të gjitha këto vite që duke patur parasysh sepse ne vazhdimisht në diasporë, po edhe në Shqipëri me njerëzit që komunikojmë, vazhdimisht thotë çfarë ka ndodhur me ne shqiptarët, pse shqiptarët nuk ngrihen, pse durojnë shqiptarët këtë maskarada apo këtë lloj shqiptarët nuk kanë faj, shqiptarët nuk kanë faj sepse janë në një ngërç që i kanë vënë në mes. Shqiptarët janë ashtu siç kemi dhe pjesën. Shqiptarët janë deri më sot, të paktën përveç këtyre 6 këtyre ditëve, shqiptarët kanë qenë të përçarë. Shqiptarët janë të ndarë midis atyre brenda kufive dhe atyre jashtë kufive. Shqiptarët janë midis politikës, media së korruptuar, është ajo kryesorja që bën përçarjen midis shqiptarëve të brenda kufive dhe atyre jashtë, sepse ashtu siç po e thoni dhe ju, diaspora nuk ka se si ti di çfarë ndodh në Shqipëri, nëse ato nuk paraqiten, nuk shfaqen nga mediat. Dhe ky media është një nga problemet kryesore në Shqipëri. Siç themi ne këtu në gjuhën popullore janë të kapur. Dhe në momentin që shqiptarët, qeveria është e kapur, policia është e kapur, media është e kapur. Tani po na kapin dhe tokat, po na lën më as pronat, ka ndryshuar të gjitha ligjet. Dhe kjo është ajo që shqiptari më në fund kupa u mbush dhe dolën. Dhe bukura është që kjo nuk ka lidhje me politikën. Të gjithë ata që janë aty, janë të gjithë ata që nuk kanë votuar të gjitha këto vite për asnjërin parti. Dhe kjo është, sot kanë dalë të gjithë jo politikën. Do shkojmë edhe tek pjesa politikës, por do doja të merre diçka edhe një këndvështrim tëndin, pra duke patur parasysh eksperiencën tuaj të aktivizmit dhe këtë duhet ta përsëris disa herë pra edhe për audiencën apo për dëgjuesit tanë që janë kudo cep të botës në diasporë. Ju me eksperiencën tuaj e keni pritur që të jetë kaq ky reagimi me njëhershëm dhe kaq i madh i shqiptarëve në kaq pak kohë? Faktikisht me zemër ne kemi kohë që në çdo njoftim që bëjmë, në çdo problem që ne nxjerrim, jemi gjithmonë zemra jon është me atë shpresën që hë se po ngrihen kësaj radhe, hë se po ngrihen kësaj radhe. Po ndërkohë nuk ndodhi. E bukura ndodhi që kjo ishte surprizë ne atë ditë kur u njoftuam njëri tjetrin, sepse në të vërtet personat që u morën me këtë janë njerëz thjesht, janë Guida, janë vajzat e Riollit, janë advetar, janë njerëz të thjesht. Unë vetë me profesion janë me turizëm, punoj në turizëm dhe normal që për mua kjo është shumë e rëndësishme gjithë për sa i përket territorit të Shqipërisë dhe kjo ishte, më thënë plani. Ne u nisëm, thjesht u nisëm që të protestonim para drejtorisë së policisë, sepse nuk u ndërhy nga policia, sepse ata persona me maska morën të roqën zvarr njerëzit në sy të policisë dhe shkuam për të protestuar përpara derës së drejtorisë në Tiranë, menduam që do ishim 20 vet. Menduam që do ishim 20 vet. Është bërë vetëm një njoftim, punë 1 ore dhe vetë ne u habitëm se si u mbush ai sheshi vogël dhe nga aty ne marshuam drejt Ministrisë së Brendshme për të njëjtin problem dhe e bukura ishte që ndërkohë që ne ecnim, rrugës na bashkoheshin çdo person që i ndrodhej në trotuar i bashkohej turmës. U duk si një valle kombëtare, siç e kemi zakon ne shqiptarët në përdasma, që çohen 5 veta dhe pastaj bashkohen të tjerët me radhë. Pa u ndjer, pa bërë zë, vetëm thjesht duke ecur të gjithë bashkë.
Edhe më pastaj kaloi nga aty, kaloi para kryeministrisë dhe ky itinerar po ndiqet për ditë. Për ditë ne po takohemi në orën 6 tek sheshi Skënderbej dhe nga aty vazhdon marshimi drejt kryeministrisë, ku dhe janë akoma tani. Në qoftë se nuk e di, besoj dëgjohen brorimat akoma. Dëgjohet, është vërtet jo thjesht për t'ju thënë se jemi live, por është vërtet për t'ju admiruar dhe për t'ju thënë faleminderit që po ngrini këtë frymë dhe faleminderit që po jepni shpresë atij vend, po jepni shpresë ne gjithëve si popull, sepse më thënë të drejtën ne nga diaspora ndoshta jo se jemi si thosh të distancuar, por sigurisht ceket edhe ju duke parë mediat që nuk i transmetojnë të gjitha gjërat dhe ne ndoshta jetojmë me një realitet të gabuar apo të cunguar. Jeni të pa informuar. Me atë çfarë ndodh atje dhe kjo është ajo që ndodh. Por do doja diçka ndryshe. Pra, përmendet Sazani, Zverneci, Narta, përmenden Rjolli, Thethi, po mirë, mendon që është thjesht kjo problemi i protestës, pra me atë çfarë ju komunikoni me njerëzit në protestë, apo është një mllef ndër vite dhe njerëzit kanë dalë përtej këtyre problemeve të fundit, por është mllef ndër vite. Si e shikoni brenda njerëzve, brenda të protestuesve klimën? Pikërisht, ashtu si e përmendja edhe më parë, preteksti, le të themi që nisja ishin zaptimi i tokave nga oligarkët dhe shteti që po shet gjithçka. Po shet çdo tokë me vlerë që ne kemi, çdo pus nafte, çdo lum, çdo burim ujor, e tjerë, për të mos folur që njerëzit nuk e dinë që Zverneci në vetvete dhe gjithë Narta kanë pasuri minerale poshtë dhe prandaj po kërkohen të shiten. Sidoqoftë, të gjitha këto shqiptarët në Shqipëri i dinë, sepse dhe kjo ka sjell këtë mllefin e madh i cili arriti këtë pikë, domethënë. Dhe të gjithë protestuesit kanë dalë sepse ideja është, edhe pse u nis për atë arsye, sot po kërkohet një dorëheqja e qeverisë. Të hiqen dhe të prishen të gjitha marrëveshjet që janë bërë në lidhje me dhënien e tokave shqiptare, që këta kanë ndryshuar për t'i dhënë përparësi këtyre veprimeve dhe për t'u dhënë përparësi këtyre njerëzve, për t'u dhënë pronat e Shqipërisë. Kështu që njerëzit sot që kanë dalë nuk janë më vetëm për 2-3 gjëra si përfaqësore, por kërkojnë gjërat më të rëndësishme, ato që neve si kemi arritur dot deri më sot. E para dhe vazhdon të jetë, kushti i parë është dorëheqja e qeverisë, pa kushte. Sepse dhe në fakt po ti dëgjoni, do afrohemi, do t'i dëgjoni që një nga shprehjet kryesore të turmës është Rama Burg Berisha Burg. Çfarë tregon kjo? Tregon që ja, pikërisht këtë, Rama Burg Berisha Burg. Problemi është që kjo është për të treguar që këta që kanë dalë këtu nuk mbajnë asnjërin anë. Nuk janë as me njërin, as me tjetrin. Është hera e parë mbas një proteste ngjashme është bërë në 2011 për armët kimike që ishte në Shqipëri dhe që atëherë deri më sot të gjitha protestat e tjera kanë qenë vetëm politike. Jo, kjo është vërtet edhe çudi. Kjo është edhe çudi, por është edhe për t'ju admiruar maksimum, pra sepse as vetë politika nuk ka sjell kaq njerëz në shesh dhe të rrinë kaq gjatë, me fjalë, sidomos para mbrëm, ka qenë shi dhe njerëzit kanë ndërtuar në shi, pra gra me fëmijë, të moshuar, minoren, pra kjo është kemi fëmijë, kemi nëna me karrocë. Kemi fëmijë, po e di pse, janë më shumë këta sot se ata të politikës, sepse ata që dalin për politikanët janë të paguar, ndërsa këta që janë këtu, janë të gjithë me zemër, kanë ardhur për familjet e tyre, kanë ardhur për të ardhmen e fëmijëve të tyre dhe kanë ardhur për të ardhmen e vendit. Kjo është diferenca. Prandaj janë më shumë dhe njerëzit janë lodhur. Unë jam një nga ato që nuk kam vite që nuk votoj, as për njërin as për tjetrin. Duke qenë se politika nuk ne ofron dot këtë mundësi, atëherë le të krijojmë ne mundësinë pa politikën. Do më lejosh të bëj një pyetje, po më shkruaj një mik i imi dhe po më thotë që Leonard thotë
për dëgjeta dhe për shihet bisedën, pas nesër thot organizohet protestë në Dortmund në orën 5 të mazritës, këtu në Gjermani me fjalë. Dhe doja thot kam parë thot sot thot që shumë media dhe shumë portale po pasqyrojnë njerëz që dikur kanë qenë në mbrojtje të Rion Veliajt. Dhe si e shikon thot zonja thot ka mundësi thot që kjo protestë të shuhet nga këta njerëz që janë brenda pushtetit. Okej. Faktikisht, faleminderit për pyetjen. Po. Por faktikisht ne nuk jemi fare të merakosur për këtë pjesë sepse nuk po shohim. Prandaj po them që është hera e parë që jemi vetëm ne njerëzit. Në 4 ditët e para nuk ka pasur as media, as një politikan, as një artist, as një intelektual, as një. Ishin vetëm populli. Dhe ndoshta ka qenë mosbesimi duke thënë se këta një ditë, 2 ditë do ikin. Po dhe këta që po shtohen, vazhdojnë të jenë të njëjtës kategori. Domethënë, thjesht janë shtuar disa intelektual më shumë sot, disa artistë që janë ata që nuk janë me politikën, sepse duke qenë vend i vogël ne të gjithë njihemi me njëri tjetrin. Ne e dim kush është me kë. Kështu që të bëhet zemra mal kur shikojnë që sot kanë dalë ata që s'dilnin kurrë, sepse nuk e kanë ndier veten kurrë të përfaqësuar nga askush. Një nga ata jam edhe unë. Prandaj jam detyruar të kthehem në aktiviste, sepse nëse vendi im do ishte në rregull, unë nuk do kisha nevojë të isha aktiviste. Do ishim ambientalist, do ishim për gjëra tjera, po jo për këtë çështje. Jo sa herë që shohim tek lajmet një lajm që Edi Rama pranon këtë investim këtu, ne të shkretët vrap atje tek ai vendi, lëm punët vrap për të mbrojtur. Sa mbyllet një histori hapet një tjetër dhe kishte arritur kulmin. Prandaj domethënë ne jemi shumë të lumtur që kemi sot që po ndodh kjo. Shiko, duke patur gjithmonë me kuptimin tënd, pra nuk duhet të më kesh kuptuar se është pyetje, por duhet të jemi sa më të qartë dhe transparent. Ka shumë pikë pyetje vërdall. Pa problem fare, përgjigjem. Pa të parasysh që protesta nuk ka një kupol drejtuese apo nuk ka njerëz që pikërisht. Dhe do më lejosh të bëj një pyetje. E keni frikën pra vetë ju si protestues, e keni frikën që politika do bëj të pamundur për ta blerë, për ta shuar, për të bërë ato nuk ka se si, sepse janë gjërat sheshit. Domethënë, unë atë po thoja që kësaj radhe janë gjërat sheshit. Të gjithë e pam kush janë mediat, të gjithë e pam kush ishte opozita, në 3 ditë u pan të gjitha këto. Kështu që dhe vetë ata nuk po veprojnë më, sepse kanë dalë jashtë loje. Ju kuptoj. Kjo është. Kanë dalë, i kemi nxjerrë jashtë loje, le të themi. Kështu që nuk asnjëri nuk është, më thon frika nuk perceptohet, nuk ekziston kjo, sepse siç e thatë juve, ideja e kupolës, jemi në 2026-ën. Mos ndoshta ka ardhur koha të mos ketë më fare kupola? Jo, absolutisht. Mos ketë më lidera, shqiptarët janë të lodhur me liderat, me lidera partish, me lidera grupesh, gjithmonë kryetari. Pse jo? Ja, kësaj radhe ishte shumë e bukur, nuk ishte asnjë organizat ajo që e bëri, nuk ishte asnjë lider, nuk ishte asnjë kupol, po ishte një guid, ishte një vajzë e dhunuar, ishin 2 motra, ishte një aktivist tjetër, ishte një qytetar tjetër dhe këta folën bashkë me njëri tjetrin në rrjetet sociale, u bën bashkë dhe dolën tek sheshi. Jo, kjo është e më bukur dhe kjo është e më mrekullueshme, si thonë. Kjo është ajo që shihet mbitor, por si gjithmonë që ne shqiptarëve na rrethojnë ato frikërat, na rrethojnë ato, sepse shpeshherë në shumë kauza janë gjetë mënyra leva për ti shuar apo për ti menjanuar me fjalë dhe Po, por nuk e di, unë kam nuk e di, jam shumë pozitive kësaj radhe sepse e ndjej gjithandej, domethënë. Shqiptarët janë zgjuar, nuk janë zgjuar vetëm për politikën, janë zgjuar në tërësi. Unë po e shikoj jo vetëm shqiptarët brenda kufive, po dhe ato jashtë, që janë për arsye të ndryshme. Domethënë deri dje shqiptarët e kishin për turp të tregonin që ishin shqiptar.
shqiptarët që ishin jashtë kufive, e fshihnin që ishin shqiptarë dhe e kishin për turp. Me zhvillimet e fundit që ka ndodhur, kjo është e vërtetë. ashtu, me zhvillimet e fundit që ka ndodhur në Shqipëri mbas Covidit, ne i kemi rritur, ne le të themi i kemi ngritur fytyrën shqiptarëve që janë jashtë dhe sot ata të gjithë po tregojnë krenari që janë shqiptarë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Mbas kësajt, kush vjen? Bashkimi. Në mos një mënyrë, në një tjetër, edhe pse jemi larg fizikisht, rëndësi ka që të bëjmë për njëri tjetrin, kudo ndodhemi. Absolutisht, absolutisht, dhe kjo është e bukur e kësaj proteste, sepse, për shembull, sonte ka qenë në Berlin protest, nesër është në Toronto, në Kanada, të dielën është në Londër, në Torino, në Firenze, pra, si thosh, në Vjenë, pra ka protest në Vjenë nesër, pra ka në çdo cep, është në Hamburg, më qofsha gabim nesër prapë këtu në Gjermani, dhe bilesat e protestën e Londrës, duke patur parasysh që ne kemi moderatorë dhe gazetarin tonë zoti Gec Paçuku me studio në Londër dhe shpresoj që ai do na bëjë të mundur që edhe protesta e Londrës të transmetohet live në Window Radio, kështu duke parë ato mundësit. Pra, por shiko Edisona, a mos i ka ardhur koha, ndoshta edhe vetë se keni menduar, por unë kam të drejtën e pyetjes, ju keni drejtën e përgjigjes. A mos i ka ardhur koha, duke patur parasysh një mazhorancë dhe një opozit 36 vjet që drejtojnë Shqipërinë. Pra, pothuajse të njëjtit njerëz, vetëm Rama e prishi pak atë rregullin dhe shkoi në mandat të 4, sepse mas çdo 2 mandatesh ndrohej koltuku. A mos i ka ardhur koha që kjo protestë ose ju aktivistët të shikohet, të ndërtohet një pol i tretë apo të ndërtohet ajo opozita reale? Për sa i përket politikës dhe pozitës reale, nuk di të them, por ideja është që kur momentin që sido që t'jetë situata midis të dyja partive, ne shqiptarët e kemi pasur gjithmonë të qartë që këta janë bashk dhe ne po qeverisemi, nuk kemi sa vite that ju, Rama, ndryshim nga tjetri? Jo, thash 36 vite të dy bashkë, të dy partitë, në të vërtet janë të njëjtit në të vërtet janë 86 vite. Ne po qeverisemi, kemi 80 vite që qeverisemi nga të njëjtët njerëz. E bukur kjo. Dhe besoj që po bëhet një shekull. Dhe prandaj ka ardhur kjo pikë dhe besoj që tani besoni kur them që ka ardhur koha. Shumë e bukur kjo. Shiko, po policia, po mi fjalë njerëzit e rendit, si janë me protestën, si po veprojnë me ju? Faktikisht në të 6 ditët patëm incidente, patëm vetëm në ditën e mërkurë, ku për koincidencë ishte dhe një ndeshja miqësore e futbollit midis Shqipërisë dhe Izraelit. Dhe për këtë arsye, kryeministri jon i dashur, për t'i bërë miqt në tanë në thonjza izraelitët të ndihen si në shtëpinë e tyre, ju kishte nxjerr protestuesve, edhe mua bashkë me ta, domethënë, rreshta me policë në pjesën që ndodhet përballë piramidës, ku ne po vinim nga Skënderbeu, nga sheshin i Skënderbeut, po vinim për poshtë, ngecëm të gjithë tek ura sepse ishin rreshtat e policisë. Deri në momentin kur protestuesit e hoqën kançellat dhe kaluan anën tjetër, kishin dhe besoj që keni parë në filme me zjarfikse me ujë që ishin uji ishte me piper e diçka e tillë, dhe sido që djetë prapë ne kaluam. Domethënë ky ishte një teatr, u duk në fillim sikur diçka, por ndërkohë ishte teatr sepse policët u tërhoqën në mënyrën më qesharake. Ishte sikur ishte një shton miqve në thonjza izraelit që shiko se ne po ju mbrojmë juve. Dhe këto filmat të kryeministrit toni kemi mësuar për mend, që dim. Madje edhe futbollisti izraelit i provokoi shqiptarët edhe në stadium kur bëri golin një fjalë dhe ajo ishte gati pothuajse një gjendje rrezikshme, por fal Zotit që nuk faktikisht ne të
Më fal, po, ne të protestës e bojkotuam, kështu që unë nuk e di fare çfarë ka ndodhur. Ne bojkotuam ndeshjen. Ne kemi qenë zgjatur vërtet këtej. Ai bëri golin, bëri me gisht skemën e bluzës pas skemën e Izraelit dhe u kthye nga tifozët shqiptar dhe vuri gishin në buzë që pushoni. Pra, ishte një diçka, por do të them që shqyr që edhe njerëzit në stadium me fjalë u treguan të maturuar dhe nuk perceptoi situata, sepse askush nuk e do një perceptim të situatave të tilla. Edison, na shikoj, ne po flasim për protestë, po flasim, pra, na keni bërë gjithë me krah. Dhe kam vënë re edhe sot pra që bëra njoftimin, na kupton, pra na keni bërë gjithë me krah. Dhe për këtë duhet Ky është qëllimi. Ky është qëllimi, të bëhemi të gjithë me krah. Jo, siç është duhet të jetë mirënjohës çdo shqiptar, çdo kush që ka gjak të pastër shqiptari duhet të jetë mirënjohës pafund. Jo thjesht ju aktivistëve, por çdo kujt që ka dalë në atë shesh. Edhe asaj nënë shtatzën, por edhe asaj gjyshes, por edhe çdo kujt pra që është në atë shesh. Por kanë dalë dhe tetraplegjikët, kanë dalë njerëz me aftësi të kufizuara, kanë dalë njerëzit pa dallim feje, kanë dalë motrat islame, kanë dalë të gjithë bile pëmbani dhe fjalim, kanë dalë pa dallim moshe, pa dallim feje, të gjithë janë aty. Kjo është e bukura, por do doja, çive. Ju keni bërë disa kërkesa qeverisë shqiptare. Pra, grupi nismëtor, apo nuk e di, mi flasë si keni ato, se si ndërtoni ato lidhjet tuaja dhe komunikimet tuaja, pra i keni bërë disa kërkesa qeverisë shqiptare. Por nëse këto kërkesa, po dikush nga këto kërkesa do plotësohet, kush është protesta pasaj? Protesta është që për tërheqjen e të gjithë ligjeve që këta kanë nxjerrë në lidhje me pronat e shqiptarëve, dakord. Gjë që unë nuk besoj që këta kanë ndërmend ta bëjnë, po edhe sikur ta bëjnë prap, kërkesa kryesore është ndërheqja e qeverisë. Kështu që nuk ka për të tërhequr. Nuk është thjesht tërheqja nga projekti i Zvërnecit, por duhet të zbatohen të gjitha pikat e kërkesës tuaj. Pikërisht, dhe është sidomos dorëheqja, rënja e qeverisë, sepse në qoftë se ne edhe sikur këto çështje të zgjidhen, nesër do kemi çështje të reja me këtë qeveri që kemi në vend. Dhe ne këtë e dim shumë mirë. Kështu që po më shkruan edhe një nga Toronto, ja Leonard thotë, jo na ka bërë më krah, thotë, po na kanë bërë thotë që ti marrim ata njerëz dhe ti vëmë mbi kokë, thotë, edhe nuk dim si ti falenderojmë, sepse është hera e parë që po ndjehemi shqiptar që në 90-ën. Dhe unë jam i larguar. Ti se ke i ben, faleminderit thuaj. Thotë që në 87. Se ma ngrof edhe mua zemrën. Ma ngrof edhe mua zemrën, sepse ju se keni idenë sa e vuajmë ne në Shqipëri faktin që ju keni ikur nga Shqipëria. Unë kam 2 vëllezër vetë dhe nuk i kam në vend. Një është në Amerikë, një është në Gjermani. Kështu janë të gjithë shqiptarët. Na kanë ndarë për së gjalli, siç themi ne atë shprehjen. Dhe kur na vijnë këto mesazhe nga çdo cep, sepse shqiptarët ndodhen në çdo cep të botës. Dhe ky është ai momenti që neve të gjithë të çohemi dhe të bëjmë për njëri tjetrin. Nuk kemi pse të kemi mblefe inate. Jemi në 2026-ën. Duhet thjesht bashkim dhe dashuri për njëri tjetrin. Të kujdesemi për njëri tjetrin, sepse askush s'e ka bërë për ne. Nuk e kanë bërë as 500 vjet turku, as 50 vjet Enveri, as 30 vjet Zogu, as 36 vjet këta që janë këtu. E vërtet, shumë e vërtet ajo. Dhe unë jam mirënjohës edhe dëgjuesët e radios, sepse unë jam i bindur që ndjekin shumë edhe nga pjesa e platformave, pra nga në server apo në platforma të radios. I falenderoj shumë që po më shkruajnë në WhatsApp, në Messenger, mirënjohje pafund. Edisona, keni vënë re që ka ndërhyrje, pra unë e bëra këtë si pyetje, por kam patur shumë kërkesa edhe nga dëgjuesit sot, me fjalë pikërisht kjo friga e ndërhyrjes. Kanë filluar, ka leva të tilla të brenda njerëz të rinj. Ndërhyrje ka, po ndërhyrje të vogla, po thash, ajo që thash është janë të parëndësishme, sepse në thelb ne ja u kemi pirë lëngun. Më kupton? Do me thonë, në vetë edhe vetë Rama, një dit i thret, një dit i shan studentët, një dit i lavdëron, një dit jemi terrorist, një dit jemi nazist, do me thonë ndryshon narrativën e situatës.
Në fillim filluan të na thoshin që po jo se këto pronat janë të dikujt tjetër, jo po si jeni ju, ndërkohë që janë munduar të ndryshojnë narrativën. Janë munduar të thonë për shembull që kjo është e sponsorizuar nga dikush, kjo protestë, gjë që nuk është e vërtetë. Kështu që sepse po të shikosh kush është sponsorizuar, nënat me fëmijë apo bebet e vogla që janë me flamur në përduar. Kështu që këto gjëra kanë qenë, nuk ka pasur diçka le të themi më të rëndësishme ose më që të arrinin diçka. Kështu që ne për momentin jemi këtu. Ju kuptoj. Dhe çdo ditë do jetë të orar protesta, pra kështu do vazhdoni, kjo do jetë ajo narrativa e protestës? Por le të themi nga dita e parë deri më sot jemi shtuar në njerëz. Le të themi është 10 fishi i ditës së parë dhe ndërmjet po më thoni, domethënë siç kemi diskutuar bashkë që po zgjerohet protesta. Domethënë nuk është të thonë që të vinë 2 milion njerëz këtu në shesh, por të bëhen 10 protesta njëtrajtësisht në 10 vende të ndryshme. Ashtu siç do bëhen nëpër të gjithë qytetet e Shqipërisë, ashtu po bëhet edhe në Shqiptari. Dhe nëse diaspora vendos të na ndihmojë, të firmosi ato peticione që po bëhen, ato referendume që po bëhen, neve këtu do arrim gjë shumë të madhe dhe nëse rregullohet Shqipëria, imagjino çan ndodh pastaj me të gjithë shqiptarët që janë jashtë kufive. Edhe pse jemi audio, dallohet ajo buzëqeshja jote, dallohet ajo pozitiviteti jote, dallohet. Që do të qesh zemra. E drejt, shumë e drejt. Faleminderit që më kupton, bëhet qivi që e përcjell kam, sepse ne kemi ditë me këtë ndjesi, domethënë. Përveç fakti që kemi një jetë. Është vërtet që na qanë zemra për Shqipërinë. Është vërtet e bukur dhe shpresoj që të mos jetë një ëndër, por të dalim nga ëndër dhe të jetë një realitet i bukur, kjo që ju thoni, por vërtet e besoni thellë dhe disona që do ndodhë ndryshimi? Ndryshimi tashmë ka ndodhur. Ne nuk mund të flasim me do të në të ardhmen. Është në të tashmen dhe po ndodh. Pavarësisht se këto janë ditët e para, ndryshimi në vetvete nuk mund të ndodhi për 2 ditë, është një proces. Procesi sapo ka filluar. Dhe them pra do të, nga që jemi në fillim të një procesi, por duke patur parasysh komplet ecurinë tonë shqiptare historike që ne shqiptarët kemi patur, si thonë, ne jemi mësuar të vuajmë, por gëzime kemi patur pak. Pikërisht, e the shumë bukur. Dhe doja që ky mos ishte një vujtje, por të ishte një përfundim i gëzuar. Pra, është ajo shpresa vërtet e ndjeni thellë, sepse ju jeni në zemër, ju jeni aty, a kupton, dhe mund të kuptoni diçka më tepër se sa mund të kuptojmë ne nga larg. Pikërisht, kjo ndihet, kjo është për ne këtu është fakt. Unë ju kuptoj shumë mirë duke qenë le të themi larg, jeni dhe skeptik. Por momentin që unë personalisht jam super pozitive dhe nuk vjen nga një protest. Vjen nga mënyra se si po shohim që ka ndryshuar mendësia e qytetarëve të Shqipërisë. Ka ndryshuar mendësia dhe kjo është shumë e rëndësishme. Ju kuptoj, por edhe unë shpresoj se kam mirë kuptimin tënd me pyetjet që bëj, sepse unë përpiqem të jem jo thjesht për Leonardin, por përpiqem të jem për të gjithë ata që kanë dëshirë të pyesin dhe ndoshta s'kan mundësi. Mua bëhet qefi, përkundrazi, më bëhet shumë qefi. Ndaj ndoshta sepse është sikur po flasim gjithë bashkë dhe normal. Absolut, dhe ndoshta të duket edhe pyetje naive, por është ajo pjesa që duhet të kuptojmë sa më shumë nga të gjithë. Nuk e di, shiko, për protestën mund të flasim shumë, nëse ti e ke të mundur apo ke dikë që mund ta vi në mikrofonin përmes telefonit tuaj, që mund të kemi ndonjë komunikim apo mund të hyni pak më në shumë në zhurmë, apo doni ju vetë të flisni me diasporën. Pra nuk është puna ta bëjmë kështu pyetje përgjigje, a kupton, por ta bëjmë bashkëbisedim të lirë dhe të thjeshtë, sepse Window Radio do jetë gjithmonë me ju dhe pranë jush. Po, atëherë unë po afrohem drejt, sepse le të themi qendra e protestës është para kryeministrisë.
afrohem dhe të shoh a mund të sjell, sepse është një gjë që ka njerëz pafund që janë tek zona ku vjen janë mikrofonat dhe bokset dhe gjatë gjithë orëve, do të thënë që në orën 6 deri në orën 9 vetëm dalin njerëz dhe flasin, shprehen për të gjitha ato që ne folëm bashkë. Dhe kjo le të themi do të jetë shembulli konkret i asaj që unë po ju thoja deri tani. Jo thjesht për entuziazmin, po për të kuptuar që shikoni çfarë atmosfere është dhe ka ndryshuar mendësia e njerëzve. Jo, unë të jam shumë minjërës për çdo gjë dhe madje ti tashmë po bën edhe atë si më thënë, si korrespondente terreni për Window Radio, dhe kjo është që për la përcjell një emocionin e pafundëm edhe në audiencën tonë. Jam me Albenin, me adetarin Guidon, një nga personat kryesor të protestës. Po ta kalojnë direkt. Okej. Leonardo, nga Gjermania. Mirëmbrëma Leonardo. Përshëndetje Arben, përshëndetje nderuar, si jeni? Mirë. Si është protesta? Jemi live në Window Radio, Protesta shumë e mirë. Protesta shumë e mirë, pjesëmarrja çdo ditë po vjen duke u rrit. Tani më kjo punë ka marrë rrugë të mbar për mbar shqiptarin. Mërgata siç duket ka nisë për muart, që ta kuptoj edhe Mërgata e sen. Kjo punë nuk ka më kokë, sepse tani në pjesë e organizimit të kësaj proteste janë të paktën mbi 1000 organizator, që do të thotë nga Australia, Amerika, atje ku kemi më shumë Gjermania, Britania e Madhe, Suedi, Zvicër, Itali, Danimark, Norvegji, Holland, Finland, Bruxelles, Luxemburg, Irland, shqiptar që janë në Spajt, kudo. Kështu që kjo tashmë, përveç pjesës që ishim në fillim një grup prej 5 nismëtarësh që nisëm protestën e parë si rezultat i atij shkallimi, tashmë kjo ka marrë për masa mbarkombëtare dhe është protestë e popullit shqiptar, nuk është më e jona, po është grupi të madh organizativ dhe nën grupeve që janë kriju në diasporë dhe kudo. Kështu që i ftoj gjithë shqiptarë të reagojnë, të kenë durim, e di që po kërkojnë platforma e gjona, ka 1500 propozime, por gjithçka do vijnë kohën e dur nga njerëzit e dur do jetë me integritetin e dur, sepse shqiptarët nuk kanë kohë më me dalë çdo ditë, na sos durimi dhe këta na kanë marrë peng të ardhmen, na kanë marrë peng të ardhmen e fëmijëve, na kanë marrë peng të ardhmen e rinisë që është në Gjermani, që është detyruar të largohet prej 98-ës në vazhdim, si rezultat i kësaj kaste politike. Protesta nuk është vetëm por Edvin Ramovicin, si që unë e cilësoj gjithmonë, por është edhe por mikun e tij, Sali Berishovicin, kështu që kundër kastës politike, nuk është Arbeni, nuk është askush, janë mbi 1000 shqiptar pjesë e kësaj. Arben, shiko, unë të falenderoj që ti po komunikon me audiencën tonë, dhe të jam mirënjohës pafund, por duke patur parasysh ju keni kohë që merreni me aktivizëm dhe merreni me shumë ngjarje në Shqipëri. E ndjeni vërtet që po vjen ndryshimi, e ndjeni vërtet që është ngjall ajo fryma patriotike e shqiptarëve? Unë di të them diçka edhe unë nuk jam në i parashikues i madh, por gjithmonë gjonat i parandjej. Që nga koha kur kam filluar me protesta qytetare, shumë njerëz më kanë thënë se unë jam kthyer nga Anglia në 2010-ën, shumë njerëz më thonin kot lodhesh. Dhe i thoshëm, nga pak e çdo ditë, sepse populli shqiptar ja dhe shumë për të ndihzësu, për të edukuar edhe shumë të tjera. Dhe unë mendoj që fal edhe gjeneratës së re, fal edhe rrjeteve sociale, sepse rrjetet sociale janë ata që kanë demasku dhe kanë nxjerrë jashtë loje medjen mafioze tradicionale 35 vjeçare, dhe fal kësaj gjenerate të re të mrekullueshme që shpeshherë kjo klasë politike i akuzon që ju jeni dembela, ju nuk dini, ju nuk bëni, kjo tashmë ju është kthyer në bumerang. Ne i kërkojmë që ta dëgjojnë në shqiptarët e Mërgatës, i kërkojmë spakut urgjentisht si një organizat e besueshme
si drejtësia e besueshme e popullit shqiptar e financuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, financuar nga Bashkimi Evropian, që të filloj me arrestimin e Edi Ramës, Belinda Ballukut, Agasit, një ndër pjesës mafioze më të madhe, të filloj me Saliun, me ish-ministrat, me Mirela Kumbare, e cila është një agjente greke e konfirmuar, pavarësisht se na akuzojnë ne, me Tutkunin e Ministrisë Drejtësisë, që është Blendi Klosi, edhe shumë ministra tjerë, të cilët i kanë dosjet në SPAK. Gjithashtu duhet arrestohet sa më shpejt edhe presidenti i Shqipërisë ka marrë peng Shqipërinë Bajram Begaj, një kukull e klasës politike mafioze anti-shqiptare. Shiko, unë ju kuptoj shumë drejt dhe do doja të të bëjë një pyetje, pra duke patur parasysh që keni qenë vetë migranti, që keni kthyer nga Anglia, pra jeni në ata të parët e çdo problemi në Shqipëri dhe nëse Edi Rama plotëson kërkesat e protestës, si do shkoj protesta? Atëherë, e para i duhet i plotësoj kërkesat, edhe kërkesa më kryesore tani që është dorëheqje pa kushte. Pastaj do kalojmë në kërkesat e ardhshme në bashkëpunim me grupin koordinues që është në diasporë, në Mërgate, kudo, por t'i dhanë goditjen finale deri në qeveri tranzicionit që të garantoje ribërjen e kushtetutës, heqjen e këtyre ligjeve anti-shqiptare që ka votuar qeveria e Ramovicit, por edhe një pjesë të Sali Berishavicit, korrigjimi i kushtetutës gjithashtu do jetë një ndër kërkesat në të ardhmen, ligji i veçantë për portin e Durrësit, për hecet që janë ndërtuar në zonët e mbrojtura dhe kanë dënuar shumë komunitete, për pjesën e naftës që vazhdon të na grabitet. Kështu që nuk është për 1001 halle për ato shqiptarët pazar që janë në përfshatat e Shqipërisë, për ata që kanë ngellën vetëmi si rezultat i fëmijëve, për ata fëmijë tetraplagjik apo paraplegjik që janë me aftësi të ndryshe, e shumë klasa të ndryshme shqiptare. Prandaj u i bëj thirrje çdo kujt që 10 ditë t'ia kushtojë Shqipërisë ditën natë dhe me Zotin para ne e arrim qëllimin e madh final që nuk ka kthim prapa. Arben, na keni bërë më krah Arben. Sinqerisht ta them sinqerisht sepse vazhdimisht ne në diaspora, po edhe këtu në median tonë, në radion tonë vazhdimisht e kemi thënë pse nuk ngrihen shqiptarët, çfarë ka ndodhur shqiptarëve. Pra, ju keni ngjall një frymë, keni ngjall një shpresë, na keni bërë gjithë më krah. Jo, nuk jam vetëm Arbeni, Arbeni është një pikë ujë në oqean, gjithë ka plot Arbena të tjerë të mirë, të padukshëm, një ndër to duhet të them. Po flas përmes teje, pra përmes teje që të kam sot në radio, pra ti me gjithë të tjerët, na keni bërë gjithë me krah, dhe për këtë duhet jemi mirënjohës gjithë shqiptarët, absolutisht. Dhe për këtë për dëgjuesit e juaj duhet të thellni diçka. Nisma e ideja ka ardhur si rezultat i dhunimit të atij qytetari në Zvërnec. Dhe gjithçka ka lind si ide nga një mërgjimtare që quhet Luciana Kokaj, e cila la Italinë për 2 javë për të shpëtuar tokat e Glauku, djalit saj 10 vjeçar bashkë me burrin, por tashmë u bën 4 muaj, ajo e ka marrë edhe pseudonimin që i takon tamam një grua, një vajzë, një nane shqiptare si Burnesha Riollit, dhe pastaj jemi bashkuar në tjertë. Kështu që është mirë që gjithë dëgjuesit ta kuptojnë ku lindi ideja, si nisi ideja, pastaj u bashku populli sepse ishte mush kupa. Absolutisht, unë zonjën Luciana Kokaj më e kam patur edhe në radio, në media, për kohën e Riollit bashkë me Preg Mollën, i kam patur në emision, por kjo që po bëni ju është vërtet një frymë e jashtëzakonshme, por a e keni frikën, Arben, sepse ju jeni në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit dhe e shikoni më afër klimën. A ekziston ajo frika e përçarjes, frika e levave të politikës qoftë majtas, qoftë djathtas? Ata janë mundu sepse kanë skemat e tyre. Ju duhet dini që regjimi bolshevik i sigurimit e kaloi, vetëm ndroi ngjyrat në vitin 91, nuk solli demokracinë, dhe ato kanë kriju një skem të tillë që bjen një fytyrë, del një tjetër, domethënë e kanë infektuar edhe rinin për pak para, e kanë
infektuar në atë nivel sa ato vazhdojnë të bëjnë lojën e djallit. Mirë po, ne kemi qenë të kujdesshëm dhe kemi bërë thirrje çdo ditë mos vini për provokimeve. Jemi mundu me i kap, me i evitu dhe dal nga dal kemi arrit ajo faza ku tani më e kemi gjetë edhe pjesën dërmuese të infiltrumve, po ka akoma mes nesh, dhe ata tani janë hedhë kundër me e, si kur unë jam i Soros, apo Jon Velis, dhe kjo është shpikja e parë e Soros, e terroristit ndërkombëtar George Soros, është nga patrioti im, nga Kuksi, Flamur, Nokaj, si rezultat i kundërshtimit tim me një tubim këtu në Tiranë, për hidrocentrale që po ndërtonin në zonën tonë, kur ai ishte dhe aksioner, dhe ka shkatru lumin Luma bashkë me Sali Berishavicin, pastaj unë isha i nismëtari i parë i tubimit në Kukës dhe ai filloi të kontaktoj gjithë demokratët në Kukës dhe t'ju thoje që kia është një agent i Jon Velis, agent i Soros, dhe ashtu e bindi narrativën e patronazhistëve dhe aty në haleve që fshehen papa këtyne profileve falso, ajo ushtria nën tokës e krimbave që hanë plerat e ngordhra. Ose kashtë ngordha. Ju kuptoj. Dhe mendoni që këto janë ato inadet personale, pra përpiqen të gjejnë diçka. Jo, nuk janë inate personale, ato janë strategjitë mirëfillta për të zgjatë sistemin anti-shqiptar 35 vjeçar i kapur nga UDB-ja dhe Asfalja greke. Dihet, domethënë, ne kemi pasur në qeverinë Berisha plot ministra që kanë qenë në dijet me dosje i Kashiku, me dosje që i shërbenin Greqisë, në qeverinë e Diramos gjithashtu i kemi të konfirmuar, mbi këta 5 ministra, një ndër ta që kam nga burime brenda sigurimit të shtetit, letëm quajnë edhe Shiks, quajnë edhe me Cien, edhe me BND-n gjermane, apo me M16-ën angleze, si ta kenë qef se kam jetu 8 vite në Angli. Por kjo është e vërteta. Mirele Kombara është një ndër shërbëtorë që ka shkatru kulturën, turizmin, ka shkatru arsimin, ka shkatru trashëgiminë kulturore. Kështu që të gjitha agendat që kanë pengu zhvillimin e Shqipërisë duke përfshirë korridorin 8, portin e Durrësit dhe Kret, kanë qenë në kabinetin e qeverisë Rama dhe kabinetin e Berishës. Absolutisht. Po nëse mund të thosh diçka, si është situata në zonën e Kukësit apo në zonën e pjesën e hecave që flitet për në Tropoj, pra andej apo situata është katastrofe, ndoshta ti janë bashkuar minatorë të Buqizës. Të gjithë nga Zallxhoxha, nga Kurdaria, sidomos pjesa e Dibrës, ka një angazhim jashtëzakonisht të madh për arsye se për Skavicën është ngritë zari, por duke qenë zari ka qenë komuniteti ka qenë i shantazhuar, nuk i kanë dhënë shumë zot. Tashmë të gjithë komunitetet kanë marrë zemër, sepse po e ndjejnë erën e ndryshimit, por edhe po e shohin vullnetin e popullit shqiptar dhe tashmë kanë dalë te geni, kanë dalë aty ku duhet ishin. Ata shqiptarët e vërtet që lindën bitë shqiponjave dhe jo bitë sorave siç mundohen këta na etikojnë apo të na quajnë. Shumë bukur. Arben, unë të jam mirënjohës vërtet shumë dhe shpresoj që do të kemë edhe në emision të posaçëm apo të flasim ndoshta edhe për më shumë gjëra apo për më shumë projekte, por nëse ke diçka për të folur për diasporën, pra është Window Radio, kjo media do jetë gjithmonë me ju dhe pranë jush, kështu që çfarë të kesh diçka për Mërgatën, apo ke diçka për të thënë që mos më shkon mendja të pyes, mund të thuash lirshëm, të flasësh lirshëm. Sidomos kur të kesh dishime për disa nga emrat, domethënë duke filluar unë i pari, lutem vetëm kontakto dhe t'jap shpjegimin edhe informacionin e duhur. Të jam mirënjohës. Të jam mirënjohës. Shumë edhe i ftoj që të mëgjimtarët na bashkohen, të ngrenzarin sa më shumë, sepse ky sistem është në prag të greminës. Të shpresojmë dash Zoti themi dhe të shpresojmë që të vijë ndryshimi, të vijë fryma e pasur e shqiptarëve dhe Shqipëria të shërohet nga këto kthetra që po duan t'i marrin frymën. Faleminderit. Mirënjohje nderuar. Faleminderit. Alo. Po Eda. Po ishit me Alben kokon, tash kam këtu Luçana që personi cilën
e përmendi dhe vet Albeni, jemi këtu sepse jemi pak ja një sekond ta presim dhe Luçanën, është vajza për cilën besoj që ju personalisht e njihni, sepse tha e kam nga fshati im, kur i thash kush jeni, e kam. Por dhe kam patur edhe për mollën në Rriollët kemi patur në emision. Dhe është ajo është heroina, e Rriollit, ajo është burrnesha e Rriollit, ajo është nuk e di çfarë them, ja. E kemi këtu. Po jo më kot Mërsia Malla e ka deri i kombit, e ka titullin deri i kombit, sepse nxjerr heroi dhe heroina. Mi mbrëma Luciano, përshëndetje. Përshëndetje Leonardo, si e? Mirë, si e një Mirë, protestojmë shumë mirë. Faleminderit për gjithçka që po jep ti të gjithë aty ju organizatorët, ju ata që po organizojnë mirënjohje pa fund. Ne nuk jemi organizator. Ne jemi thjesht po kujdesemi që gjërat shkojnë mbar, sepse organizimin në fakt e bën qytetarët që mblidhen në shesh. Janë ata që bëjnë thirrjet, janë ata që na kanë sjellë çdo natë këtu, kanë qenë ata që kanë thënë nesër prap, nesër më shumë, nesër prap, nesër më shumë. Kështu që ne thjesht jena gjend para faktit të kryer që duhet ta menaxhonim pak këtë gjë dhe është fantastike. Sheshi është plot me trif, sheshi është plot energji, është gjë fantastike. Luciana, me qenë se i tje vetë nga Rriolli dhe vazhdon problemi i Rriollit. Si është problemi i Rriollit? Po vazhdon të protestohet në Rrioll dhe ku është situata e Rriollit? Në Rrioll vazhdon të ndërtohet, pavarësisht gjithë kësaj që po ndodh që Rriolli akumuloi dhe shpërtheu me Zvërnecin, besoj shumë fort. Ata vazhdojnë të ndërtojnë, por që do i vi dita dhe atyre që të ndalojnë punimet për zonë mbrojtur, ka shumë gjëra që janë shkelje të ligjit edhe në shkelje të një shteti normal, kështu që shpresojmë që dhe Rriolli shumë shpejt do marrë drejtimin e duhur. Ashtu siç u është gardi në Zvërnec, jemi bindur që do ishin makineritë dhe murin në Rrioll. Fshatarët vetë, rriollorët, kanë filluar të mërziten, kanë filluar të tërhiqen, apo vazhdon më fort ajo fryma e kundërshtimit të protestës? Jo, rriollorët janë absolutisht në ballë të betejës, janë për natë me ne në Tiranë, sepse dim që nga këtu zihen çdo gjë dhe jemi këtu për të hequr të keqen më të madhe që do sjellë pastaj gjitha të mirat të tjera për popullin tonë. Nesër në Shkodër, me që besoj që do kena dhe audiencë nga Shkodra që na ndjekin, nesër në Shkodër kanë thirrë një protestë qytetarët e Shkodrës në orën 6, do jenë edhe banorët e Rriollit atje, mbien keq se do kena në shesh këtu në Tiranë, po do jenë atje për të protestuar dhe është fantastike fakti që janë ngritur gjitha qytetet e Shqipërisë. Në diasporë shikojmë njoftime gjatë gjithë kohës në përgjithësa grupet e diasporës që po organizojnë protesta në gjitha qytetet përpara të gjitha selive të ambasadave shqiptare. Nesër është në Hamburg, këtu në Gjermani, pas nesër në Dortmund, pas nesër në Londër, në Torino, ka në Düsseldorf, pra kudo, ka në Vjenë, pra kudo shqiptarë të organizohen, po janë me ju dhe është momenti atyre shqiptarëve që kanë ikur nga Shqipëria sepse nuk kanë pas shpresë, sepse nuk kanë pa një mundësi të mirë për të jetuar këtu, është momenti që të vinë dhe të marrin drejtimin e vendit në dorë. Është momenti atyre njerëzve të ndershëm që punojnë me ndershmëri që të vinë dhe të marrin drejtimin e vendit dhe që të marrin fatin e këtij vendi. Besoj që unë edhe ti e dim shumë mirë që të parë tanë kanë mbrojtur me shumë sakrificë të tokë këtë flamur. Ne është minimumi që mund të bëjmë sot që të marshojmë, të protestojmë paktësisht që ky vend të menaxhohet siç duhet. Që të jetojmë me dinjitet në tokën tonë. Nuk është normale që ne dëshirojmë prindrit tanë apo prindrit tanë dëshirojnë fëmijët e niprit e tyre. Ne duhet jetojmë të gjithë të bashkuar në atë tokën tonë të të parëve tonë. Betejë në Tiranë sot është përtej Rriollit dhe përtej Zvërnecit. Është një betejë për të fituar dheun tonë, për shpëtuar Shqipërinë një herë mirë nga mafia, nga oligarkët dhe nga kjo keq qeverisje 35 vjeçare, sepse nuk është faj vetëm i njërës parti, nuk është faj vetëm i njërit krah. Ata kanë bërë të njëjtën gjë, kanë hyrë në pushtet për të mbushur xhepat e vet, pa menduar asnjë moment për popullin. Ndaj populli sot duhet ju thoj, largohuni nga aty, se është vendi jon. Ato zyra janë zyrat e popullit.
aty thjesht për të shërbyer të mirës kombëtare dhe të mirës së popullit, jo të përdorë pasuritë kombëtare për interesa personale. Luciana, shiko, ju keni rreth sa u bën rjoll 5-6 muaj që ju protestoni në rjoll dhe vazhdon të jetë ai zjarri që kjo rjolli apo komplet protesta do ja arrijë qëllimin dhe do vi ndryshimi i madh i kësaj klase politike. Shpresojmë që kjo është qëllimi, që të arrijë zëvendësimi i kësaj klase politike, ndryshimi, që të vinë ata elita e Shqipërisë të arsimuar në mbar botën, sepse ne dimë shumë mirë që shqiptarët shkëlqejnë kudo ku jepet mundësia që të konkurrojnë me meritokraci. Ndaj është momenti që gjithë ata një mbi shqiptarë të kthehen të kontribuojnë në vendin e tyre dhe të mos e lejmë në dorën e mafiozëve. Luciana, të falenderoj shumë dhe të jam mirënjohës pafund dhe falenderoj që po na nderojnë gjithë shqiptarët, po nderojnë në sinemalle. Faleminderit. Natën e mirë, Luciana, faleminderit. Alo. Po Edisona, të jam vërtet shumë falenderoj pafund. Faleminderit ty, faleminderit juve. Jo, sinqerisht jam mirënjohës pafund dhe kam mesazhe pafund. Falënderimin qoftë në WhatsAppin tim, qoftë në Messengerin tim, pra që kam mundësi të kontrolloj kështu live në këtë moment, por mirënjohje pafund dhe ne e mbajmë sa ti të kesh mundësi dhe sa ti të kesh kohë bisedën, pra si ta menaxhosh apo si ta keni ju mundësinë, mi fjalën e vazhdojmë transmetimin. Besoj që në lidhje me çfarë ishte për të thënë, folën dhe parafolësit, ajo që doja të thoja unë diçka dhe le të themi për ta mbyllur, sepse ti rikthehemi këtu ka nevojë për ti rikthehemi protestës, të cilët sepse të gjithë të rinjt janë spostuar po lëvizën nga sheshi këtu dhe po lëvizin e kanë bërë mbrëm dhe sot në rrugën duke u kthyer për në shtëpi, brohorasin rrugëve, bashkohuni me ne. Çoni nga kafet, bashkohuni me ne. Dhe nuk e di, ky do ishte dhe mesazhi që unë do të doja. Shkoj çdo gjë mirë, mi fal nuk kishte gjë probleme sonde Absolutisht jo. Absolutisht jo. Dje të gjithë policët që ishin janë tani dhe ndaj po të pyes, sepse nuk kam mundësi ta ndjek live. Policëve dje ju janë dhuruar trëndafila, policëve që ishin këtu bashkë me ne. Kështu që pati dhe nga ata policë që se bëni kaq Shën Valentin. Si? Mos e bëni kaq Shën Valentin. Jo, sepse ata kanë qëndruar aty dhe në shumicën e rasteve ka patur thirrje nga protestuesit, hiqni kapelet, sidomos kur patëm ato le të themi përplasjet para 2 ditësh, dhe dy pati element të cilët me të vërtetë i hoqën kapelet, por ndërkohë në kohën që i ura telefoni u shkëputën nga turma dhe i vendosën prap kapelet në kokë. Po s'kan fajin se do të mbajnë familjet edhe ata, por thjesht pikërisht, prandaj po thonim që pari që ne kemi nevojë për të gjithë ju, për të gjithë shqiptarët, është momenti që të bëhemi të gjithë bashkë. Asnjëri nga ne nuk ka mundësi ta bëjë vetëm dhe asnjëri nga ne nuk ka shumë mundësi, por gjithsecili nga ne ka mundësi të bëjë një gjë të vogël, sado e vogël qoftë ajo. Rëndësi ka që të rikthejmë dashurinë për vetveten, për njëri tjetrin dhe për kombin. Dhe të çojmë në vend amanetet e paraardhësve tanë. Shqipëria, në qoftë se sot është gjallë, është vetëm për hir të gjakut të sa shqiptarëve, paraardhësve të mi, të tu, të gjithëve ne, që dhanë jetën për këtë vend. Dhe është gjithë këto vite ka qenë një ofendim që ju ka ndodhur atyre me çfarë ka ndodhur në Shqipëri. Ne kemi qenë me turp deri tani sepse nuk kemi arritur të mbajmë lart nderin dhe emrin e tyre. Shiko, më fal se ndoshta 5-6, po më kujtoi një pyetje dhe kam dëshirë të ta bëj. Trupi diplomatik, ambasadat, sepse në çdo protestë politike kanë bërë thirrje, kujdes, mos shkoni, mos bëni, pra ka patur një reagim nga trupi diplomatik apo ka të? Kjo është shumë e bukur sepse
Po, sepse ne haruam ta përmendim këtë. Kjo ishte edhe një pjesë tjetër që ne do me thënë që doli hapur kësaj radhe. Ja pra ku janë dhe ndërkombëtarët. Asnjë nga ambasadat nuk ju bashkua. Nëse këto ambasada janë këtu në Shqipëri për të siguruar të drejtat tona dhe demokracinë në vend, kjo gjë nuk ndodhi. Ne nuk e pam të ndodhte nga ata në asnjë nga këto 6 ditë. Ju kuptoj. Ju kuptoj dhe për hir të Heshtje totale dhe po, në ndim nuk na kanë ardhur, thjesht kanë Si e mendoni, është diçka pozitive kjo që paktën nuk po ndërhyjnë ambasadat apo nuk po bëjnë presion pra pe lënë ndoshta në qetësinë e tyre apo është si thosh tash okay, mos bëjmë teori konspirative kot, por Jo, ideja është këtu që të huajt të gjithë e kanë të qartë përveç shqiptarëve, që po të dojë vetë vendi të ndryshojë gjërat, ata nuk kanë çfarë të bëjnë. Kështu që jemi ne shqiptarët që nuk e kemi të qartë të pjesën. Dhe prandaj e më rëndësi ka që kur ne ta kemi të qartë të pjesën, të gjithë këta do shkojnë në vendet e tyre, do të rhiqen dhe s'kan pse të kenë atë ndikim që kanë sot në vendin tonë. Absolutisht. Edisona, të jam mirënjohës pafund. Të jam mirënjohës vërtet pafund. Faleminderit juve. Faleminderit juve që përçuat. Na ke bërë të gjithë me krah dhe shpresoj që mi fjalë Windows Radio do jetë gjithmonë pranë jush. Kështu që për çfarë do video, postime, shkrime, emisione, ku diun, pra ne me aq sa të mundemi do jemi gjithmonë në krahun tuaj dhe në krahun e çdo shqiptari, sepse kjo është fryma që ne na ka munguar dhe kjo me këtë frymë ju po na bekoni të gjithëve. Patjetër, shumë faleminderit ju që përçuat zërin ton në diasporë. Faleminderit për mesazhin dhe protesta vazhdon. Kështu që ne do jemi bashkë në komunikim. Ka mundësi në ditët në vazhdim të shohim çfarë si do vijojnë gjërat. Ndoshta kemi lidhje të tjera që të mbajmë koherent dhe jo ato që çfarë duan të paraqesin mediat e korruptuara të qeverisë të oligarkëve në Shqipëri. Kështu që është detyra gjithëve ne që të informojmë njëri tjetrin edhe të ndikojmë për mirë e të mbështesim njëri tjetrin e të bëjmë për njëri tjetrin. Shumë faleminderit edhe një herë nga zemra që na dhe mundësinë që të shpërndahet ky lajm dhe i ftoj të gjithë shqiptarët kudo ndodhen të marrin pjesë në protestat, në revoltën, në të gjithë qytetet e tyre kudo ndodhen, sepse do ndodhin në të gjitha qytetet, qoftë europiane, qoftë në qytetet e tjera të Shqipërisë. Ajo nëse duan të bëjnë diçka, kjo është kryesorja, të gjithë në protest për të drejtat e shqiptarëve, kudo ndodhen. Të jam mirënjohës pafund dhe faleminderit për të gjithë ju që na bekoni me këtë frymë. Shumë faleminderit. Mirënjohje pafund. Faleminderit juve. Faleminderit. Natën e suksesit. Natën e mirë. Edhe për qafime të gjithë shqiptarëve ju duam fort, e duam njëri tjetrin. Faleminderit. Shumë faleminderit. Natën e mirë. Ju përshafoj të gjithëve. Faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, me vërtet ka qenë një emision deri në këtë moment shumë emocional dhe më besoni të marrësh emocione live direkt nga protesta apo me njerëzit aktivistë të protestës dhe me njerëz që kanë qenë aktivistë jo thjesht në këtë protestë, por që aktivistë në çdo problem në çdo cep të Shqipërisë, në çdo padrejtësi që është bërë atij populli, në çdo padrejtësi që është bërë një familje, në çdo padrejtësi që mund të jetë bërë një lagje nga politika apo nga njerëz të politikës dhe ti kesh live dhe të marrësh direkt prej atyre emocionin dhe të shikosh okej, në media, në radio, në kemi mundësi të shikojmë, por të kuptosh atë emocionin e jashtëzakonshëm pozitiv që ata përcjellin, pozitivitetin e tyre, optimizmin e tyre, si thosh, është vërtet që të bën më krah, është vërtet që të bën të mendosh, të thuash, ore, dim të jemi mirënjohës këtyre njerëzve, pa jo thjesht këtyre që ne kishim sonde në transmetim, por çdo kuj që ka dalë në atë shesh, çdo nënë, çdo gjyshe, çdo gjyshi, çdo prindi, çdo fëmijë, çdo minoreni, çdo triu që është në atë shesh, çdo njeri që është në atë shesh, apo çdo kuj që nuk ka mundësi të shkojë në atë shesh, por të paktën lutet për ata njerëz që të mbajnë të frymë të gjallë, për të gjithë atyre që po organizojnë tubime në cep me cep të Evropës, në Amerikë, në Kanada, dhe në Australinë e largët,
Pra, me sa kam unë informacion, nuk ka ngel shteti Perëndimit që në këtë fundjavë dhe në këto ditë nuk do ketë tubime, pra qoftë në Firenze, në Padova, në Torino, në Itali, ka në Vjenë, sot ka qenë në Berlin, këtu në Gjermani, në Hamburg nesër, në Dortmund pas nesër Londra, Vjena, pra ku diun, mos t'i rreshtek shumë me data, por nuk ka cep të Evropës dhe në New York, Michigan, në Toronto, në Kanada, pra kudo shqiptarët po lëvizin dhe gjithë kjo ngjallje fryme, gjithë kjo ngjallje shpresë, dhe të nderuar miq, ju e dini shumë mirë që në çdo emision me të ftuarit, qoftë unë, qoftë moderatori tjetër Genci në Londër, pra ne që merremi më tepër me emisionet e politikës, apo shpeshherë edhe Madjana me zërin e diasporës, pra jemi përpjek të themi pikërisht këtë, që ne shqiptarët duhet të ngrihemi, pra duhet të ngjallet fryma, duhet të ngjallet shpresa, dhe vërtet sot është diçka e bukur që fryma dhe shpresa tashmë është ngjall, por duhet të gjithë ne shqiptarët ta mbajmë të gjallë dhe të rrisim të shpresë, të rrisim të frymë, të rrisim të pozitivitet, sepse nuk kemi pse të qahemi. Pra erdhi mundësia që ne të jemi ata që kemi kërkuar dhe ata që duam të jemi. Nëse kjo frymë dhe kjo shpresë, apo kjo ngjallje fryme që solli kjo protestë, për themi, apo ky bashkim i shqiptarëve në atë shesh atje, dhe nëse kjo venitet, pastaj nuk është faji atyre, është faji jonë që ne nuk u shqyem dhe nuk u përkrahëm. Kështu që pra nesër duhet, ose pra kemi një rrugë, ose do qajmë nesër, ose do gëzojmë. Pra do qajmë në të kuptimin figurativ të fjalës, sepse nëse ne nuk do e përkrajmë të protestë, nëse ne nuk do e përkrajmë të frymë të shqiptarëve kudo në Shqipëri, nese nuk kemi pse të ankohemi, pastaj nese nuk kemi pse të flasim për paketën e malave, sepse ne dim shumë mirë që po vjellet Bregdeti dhe tashmë do vjellen bjeshkët, do vjellen kollotat, pra shqiptarëve do merret edhe oborri i shtëpisë, dhe ju keni parasysh jemi të gjithë larg, jemi të gjithë në diasporë dhe nuk i dim të gjitha dokumentat dhe të gjitha ligjet apo VKM-t që dalin në atë vend. Pra njerëz, miqtë mi, do vi dita që ose ne pra lëm të venitet kjo frymë, ndoshta nesër vjen dita që ne mos të kemi apo të na jetë marrë edhe oborri i shtëpisë. Kështu që duhet të gjithë aq sa të mundemi në mënyrën tonë më të pozitive të mundshme, secili në mënyrën e vet, por të gjithë të jemi në të përkrahës të kësaj fryme dhe të kësaj shprese. Ka nevojë Shqipëria, kemi nevojë të gjithë ne dhe nuk duhet të ndalojmë asnjëri. Malli i vogël kudo që jemi, në cep me cep të botës, apo Shqipëri, apo kudo që ne të jemi, të gjithë ata pra që nuk kanë mundësi ndoshta të jenë diku në një tubim apo në një protest, brenda shtëpisë të vet, të lutet për ata njerëz që janë në tubim. Të gjithë ata që kanë mundësi të shkojnë diku, të tubohen diku, të bashkohen diku, të mendojnë vetëm diçka. Ajo tokë është toka e parëve tanë. Ajo tokë është ajo që na lindi ne dhe ne jo se ikëm si tradhtar për kësaj toke. Jo se ikëm për asaj toke që ne mos ta kujtojmë atë tokë dhe mos të kemi më mendjen tek vetëlindja. Por ne ikëm që atje që një ditë ne të gjithë së bashku të përpiqemi të punojmë dhe të ndërtojmë vendlindjen tonë. Pra ne duhet të mendojmë këtë, që vendlindja jonë është ajo. Por nuk është vetëm e jonë, është e fëmijëve tanë. Nëse ne gëzojmë Shqipërinë sot, e gëzojmë nga gjyshi, nga së gjyshurit tanë. Por sikur kemi të drejtë ne ta gëzojmë Shqipërinë sot, kanë të drejtë dhe fëmijët tanë të gëzojnë Shqipërinë. Dhe nëse ne nuk u lëmë një Shqipëri të begat, atëherë pra nuk kanë faj fëmijët tanë. Do jenë fëmijët tanë ata që do na mallkojnë ne. Kështu që ne nuk kemi pse, pra ne nuk i mallkojmë gjyshrit tanë, sepse ata bëjnë gjithçka për ne, por ne nuk duhet të lejojmë që të mallkohemi nga fëmijët tanë, por duhet që fëmijët tanë të jenë krenarë për ne, për vendin e tyre, për vendlindjen e tyre. Miqtë mi, nuk keni nevojë shumë ndoshta për fjalët e mia, por unë do të patë parasysh që kam mikrofonin dhe duhet t'ju them, të gjithë ju që keni dëshirë, çdo shqiptar që ka dëshirë të flasë, të komunikojë, të thotë diçka, të diskutojë diçka, Windows Radio është gjithmonë për ju.
shkruani qoftë në rrjetet e mia sociale, qoftë në rrjetet sociale të radios, qoftë në rrjetet sociale të moderatorëve të tjerë, dhe ne me patjetër do bëjmë çdo mundësi që t'i japim mundësi çdo kujt që ka dëshirë dhe ka diçka për të thënë. Horizont ky ishte për sonte. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen, ju përqafoj përzemërsisht të gjithëve ju dhe u jam mirënjohës pafund që na dhuroni kohë, na suportoni dhe na jepni mbështetje sepse fal jush ne rritemi dhe ne fal jush ekzistojmë edhe si media. Natën e mirë dhe kalofshi mirë. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Titej.